Le ta themi që në fillim 6 milion euro nuk janë para që janë mbledhur nga shqiptarët e Amerikës për të lobuar për Sali Berishën, sikundër Edi Rama, Ilir Meta apo Lulzim Basha, nuk i kanë pasur para donacionesh ato që kanë përdorur gjatë opozitës për të dalë në foto me presidentin amerikan. Burimi i parave të partive politike në Shqipëri është aq i njohur nga publiku dhe aq i pahetuar nga prokurorët, sa edhe fakti që 6 milion euro të paguara nga PD për lobim në SBA janë parat bizneseve të pastra atë pista qofshin që kanë lulëzuar gjatë narkoregjimit të Edi Ramës. Nuk mund ta fshirësh faktin që eksponent kryesor të Partisë Demokratike, përfshir familjen e Sali Berishës, kanë bërë biznes fitimprurës këto vite. Por kjo do të ishte e keqja më e vogël sikur në emër të këtij biznesi që është pasuruar me miliona euro, të mos ishin sulmuar dhe anatemuar të gjithë ata që nuk kanë qenë në një linjë politike me Sali Berishën, që Sali Berisha bëri luftë të madhe për të marrë logon dhe vullën e PD-s në emër të betejës pa kompromis të luftës me qeverinë. Kanë besuar tre kategori: njerëzit e afërt me të, ata që kanë qenë përfituesit e skemës së përfitimit milionave, një pjesë e opinionbërzve publik që na kanë shorduar veshët me teoritë se të gjithë ata që nuk janë front me Sali Berishën janë të shitur te Rama, dhe pjesa e tretë, ata më të keq trajtuarit këto 12 vjet nga çdo parti politike. Ata që kanë besuar verbrisht se Rama do t'ikë dhe në krye të kësaj betejë duhet jetë Sali Berisha dhe shpura e tij. Ata që kanë 12 vjet që shpresojnë se gjërat do të ndryshojnë dhe ndoshta do të shohin një ditë të bardhë. Janë ata që sot janë më të tulatur se asnjëherë edhe mundohen të kuptojnë ku gjendën 6 milion euro që Sali Berisha t'i bëj figurës së tij makiazhin e fundit, heqjen e non gratës. Kush e ka ndjekur këtë fushatë elektorale, ka dëgjuar mjaftueshëm kryetarin e PD-s tek thotë se nuk ka ambicie politike për t'u bërë kryeministër. Edhe ndoshta kjo është një nga të pakta të vërteta që thot në këtë fushatë, sepse Sali Berisha pas ka qenë i qartë në ambicjet e tij. Nuk do të jetë kryeministër, ai kërkon thjesht të qëndrojë në krye të PD-s, si mënyrën më efikase për të hequr njollën për të dhe familjen e tij. E me sa duket nuk është shumë larg këtij qëllimi. Por ndërsa lobimi prej 6 milion eurosh mund ta ndihmojë në qëllimin e tij, kush dreshin e di se ç'do të ndodh me të gjithë ata që shohin shpresë më 11 maj me logon e PD-s, do të ketë sërish gënjim, me gjas po. Sa do të përpiqen zhurmë mdhenjtë e mirë paguar të Sali Berishës nuk e mbysin dot të realitetin ulëritës që po e çon Ramën drejt mandatit të katërt. Sa do të bërtasin forcë e keqja qëndron tek ata që i bëjnë opozitës, nuk e fshehin dot faktin e thjeshtë se 6 milion euro për makiazhin e Sali Berishës do të shërbejnë për diçka, së paku do të ftillojnë shumë shqiptarë të kuptojnë se opozita e opozitës në të vërtetë janë ata që i kanë tërhequr zvarr me shpresa boshe për një betejë imagjinare me Edi Ramën, se opozita e opozitës janë ata që bëjnë miliona që s'mund të bëhen kurrë pa bekimin dhe mbështetjen e Edi Ramës, dhe se në fund të ditës 6 milion euro të shpenzuara kaq keq do të ndihmojnë që në këtë vend të rritet numri atyre që mendojnë me mendjen e vet dhe me arsye normale. Nuk ka pse zgjedhësh gjithmonë mes Edi Ramës dhe Sali Berishës. Ndoshta nuk të binde asnjë variant i tretë më 11 maj, por së paku ke të drejtë mendosh si njeri i lirë dhe të mos zgjedhësh askënd, sepse nëse për kaq vite jeni përpjekur të na bindni se Edi Rama nëpërmjet Sorosit që nga përpjekur të njollos Sali Berishën, i cili nga ana e vet paguajnë 6 milion euro për të hequr njollën, mos ndoshta duhet besojmë se pa pasur miliona është e pamundur të bësh politik në Shqipëri?